po e filloj thashe the show sot në ambjente natyrale për një arsye sepse kam ardhur këtu në Florida në Naples dhe nuk do të më jepej kjo mundësi për të takuar dy miqtë e mi. Njëri është nga Pogradeci, ndërsa njëri nga Korça, Kristi. Një djalë i shkëlqyer, dikur arkitekt në qytetin e Korçës, për një kohë shumë të gjatë, shumë djalë bonaçe ose i thonë, një njeri që të priste, të përcilte, qeshte, të zgjidhte gjithë ato pura, probleme, çfarë mund të kishte, sidomos për fshatin, se ishte përgjegjësi i fshatit, kupton. Edhe qytetin, por gjithë, domethënë gjithë qarkun e Korçës ishte në dorë të Kristit, të këtij djali shembullor, që prap këtu në Florida unë e gjej një djalë shembullor. Kristi, të ftoj, Biroz. Mirë se na erdhe. Më bëhet qefi. Je i nderuar, i respektuar dhe je një njeri vërtet me vlera të larta, në radhë të parë me një zemër shumë të madhe dhe je aktor bio. Kjo është e veçanta jote. Faleminderit. Quhemi në të fshatit bio. Domethënë, e mban mend kur ndonjë nga ata fshatarë që zgjidhin punën nga fshati të sillte disa vezë që janë me shumë qef, ishin tëra bio. Se ishin të pastra se fshati. Patjetër. Prandaj edhe zëri tënd të shi bekuar, se është nga ushqimet bio, edhe mendimet dhe aktrimi tënd është bio. Faleminderit. Po mbaj me mend një gjë shumë e bukur është kur isha drejtori urbanistikës në qarkun e Korçës, vitet e fundit se fillesa time filloi në Këshillin e Rethit. Në vitit 93, atje u futa në profesionin tonë urbanistik, në drejtorinë e planifikimit territorit. Nga ish Këshilli i Rethit, vajtëm në qark. Tani, në momentin që isha drejtori planifikimit territorit në qarkun e Korçës, jepnim lejat e ndërtimit, po para se të fillonte një ndërtim, i dërgonim njerëzit dhe ju theshim nxirr fotografinë e tokës. Ku do zhvillohet objekti. Vjen personi, ishte emigrant, i them, shko dhe fotografo tokën dhe sille të fillojmë projektin. Vete, e fotografon dhe më sjell fotografitë, ne mbrapa fotografive shkruanim që toka është bosh. Do me thënë që nuk është zhvilluar një ndërtim tu. Toka është bosh, me firme me vull. Më sjell, më shikoj fotografitë, shikoj unë, kish bërë fotografinë e kokës, jo të tokës. Se kish kuptuar. Edhe mbrapa ishte koka është bosh. Në këto veprime të tilla, mua gjithmonë më dilte detyrim që gjithmonë i kam thënë dhe Benit, zyrat janë tuajat. Yri, mos trokit fare, yni, ne jemi shërbëtorë. Juve ju i kini këto zyra. Dhe njeriu mbi të gjitha duhet të tregoj vlera, duhet të tregoj dashuri. Sidomos në Korçë, ne duhet të tregojmë veten, vërtet të tregojmë qytetari dhe të tregojmë vlerat nga kemi ardhur, nga cila familje. Si ishte jeta ende në Korçë? Para se ti të bësh arkitekt. Para se të bësh arkitekt, isha në pjesën e studentit, në Tiranë. Vitet 88-93. E ke parasysh jetën studentore, i ke parasysh ato vitet të tranzicionit, koha e tranzicionit, vërtet do me thënë dhe në Tiranë, si unë dhe ti, e di shumë mirë që kemi lënë gjurmë dhe kemi një shoqëri shumë të madhe. Dhe unë e kam thënë gjithmonë, punova 25 vjet në të njëjtën karige, në urbanistikë, po shkolla, universiteti jetës time ka qenë kryeqyteti, ka qenë Tirana. Atje mësuam gjithë shka. Atje mësuam si të mbijetojmë. Atje mësuam si të sillemi me korrektësi dhe të shërbejmë njerëzit të heqim nga jeta tonë. Arben, ke një gjë nga mua. Asnjëri në këtë botë nuk do vije mira nga ata që ju kemi bërë mirë. Vetëm nga Zoti. Ai shkruan të gjitha dhe mban shënim çdo gjë. Njerëzit zhgënjejnë. Vetëm Zoti nuk na zhgënjen kur. Nuk do t'ju lënë, nuk do t'ju braktis, thot ai. Ju kam njojtur që në barkun e nenës, kur i ngjizur, që me përkisni mua. Dhe kush ju prek juve, thot? Ka prekur beben e syrit të Zotit. Të falenderoj për këtë ftesë që më bëre dhe të dua me dashurinë e Krishtit. Një pyetje që desha të bëja. Ti si të lindi kjo dëshira për të bërë arkitekt? Ishte ndonjë fëmijë që dinje të pikturonje? Kështu edhe thanë, ajde, ky pikturon bukur ta bëjmë arkitekt. Nga momenti që prindrit tim konstatuan që unë vërtet kisha talent për të vizatuar, na kishte dhënë Zoti, jo e kisha unë, gjithmonë i takojnë ati takon lavdia, vinja dhe vizatonja objektet kryesore, bibliotekin, nga parkurinia, komitetin ekzekutiv,
i menja me radhë kampin e punëtorve, kam bërë vizatime dhe që në atë moment duke që do me them vlerat që unë kisha të prirje dhe kisha vërtet me pasion. Dhe në atë konkurs që ishte bërë në Tiranë, në vitet 88, ishte shumë e vështirë, se klasa ime ishte e mbushur me fëmijët e atyre që jetoni në blok. Po lavdi Zotit për atë talent që na dha, që në atë konkurs unë kam zënë vendin e tretë, kur kemi konkuruar, edhe çdo gjë ka ecur në mënyrë perfekte. Si e le Korçën? Në kë moment? Në momentin që ti të doli një lotari, të doli një bashkim familjar, çfarë ndodhi me ty? Do ta shpjegoj dhe. Dhe ishte në detyrë në momentin që le Korçën apo jo? Që u largove nga Korça. U pati goxha për plasje politike, për qytetin e Korçës, për urbanistikin, një qoftë se e mban mend, filloi ngushtimi i rrugëve, një qendër filluan lakmia për të ngritur godina të larta, zenja e sipërfaqeve të gjelbra të qytetit, zëvendësimi me beton, dhe ne kemi qenë një grup arkitektësh që kemi dalë kundra ati plani që ofronte Studioja Gjermane. E kemi kundërshtuar. Dhe gangrena me fuqishme në atë qytet ka qenë kulla, që është para turizmit, ndërtimi para godinës të qarkut, që është bera jo biblioteka përse shërben sot, që është vërtet do me të një qiban, që ja umbën vlerat qendës të Korçës, e dëmton pamjen e katedrales, ngushtimi i rrugëve, një qytet është i bukur, pse të pëlqen ty këtu Florida, Napoli, se është dhe për fëmijën, edhe për qytetarin, edhe për makinën, edhe për atë që del me bicikletë, për gjithë. Një qytet duhet i shërbeje çdo shtrese. Ai quhet qytet. Në qoftë se ti bie në kuris, atyre që ngasin makina, atyre që ngasin bicikleta, atyre që duhen të dalin nëpër parqe, atëre ke bërë një dem. Ke shkaktuar një dem. Tani, në vitin 2015, unë largohem nga puna politikisht, me eqin politikisht. Në vitin 2017... Ja s'desha ta thoshe këta. Pse? Hiç ose s'mëshjon shumë. Se dua që t'jetë kjo... Po kur e dhe këtu kjo Shqipëri dhe kjo Korçë pa këto përplasje politike. Po jo, nuk do futesh sa këtu, nuk do nga shumë. Nuk do ta vetëm kaqbe, po më hoqë nga puna politikisht. E qartë, unë e kuptoj. Po si ta them unë tani? Unë nuk i kam me dëshirë, se merdi lotaria dhe e lash Amerikën. Unë nuk i nga Shqipëria kur. Nese. Jo, më falë. Jo, ke drejt. Më falë, unë nuk largë. Edhe njerë. Biseda që bëjmë ne si vlezër, edhe si miq të mirë, nuk ka lidhje këtu me politikën. Po unë po të regoj jetën time. Unë e di që ashtu ndodh. Unë jam hequr politikisht. Nuk jam hequr se kam vjedhur, kam abuzuar, apo jam hequr politikisht. Jam hequr se ndesha me mishe me shpirt të ruanja kornizat e qytetit si pas kondicioneve urbanistike. Nuk mund të kemë... Tani sot si e shikon Korçën? Kur shkon? Të dëmtuar nga ana urbanistikës. Të dëmtuar. Një kullë që ka zënë sheshin. Godina në qarku, skandal. Qartë të thotë? Ka është e dëmtuar. Nuk janë zbatuar regullat e ati qyteti. Në Bulevard Republika janë bërë godina edhe 4 kate, edhe 5 kate, edhe 6 kate. Kur atje nuk lejohet me shumë se 2 kate. Kjo është. E shikon këti qytet që i quhet Napoli. Po. Është ndryshe këtu. Këtu çdo gjë punon me plan rregullus, me zonim funksional, me skica, me rregulla, edhe është ky qytet që është i pari nga përdorimi i peshkut, i gjatësi edhe krime zero. Dhe ka rregulla të pakonceptueshme. Të mungojnë miqt në Korçë. Është e padiskutueshme. Më mungon Korça njërë si Korçë. E dua me shpirt, e dua me zemër. Atje e ka mendjen, edhe pse jemi larkë. Ma ta në oqeanit, mendjen e kam gjithmonë në ai vend. Të mungon lakrori me 2 petë, po jo, ka këtu. Me mungon... Prapa, është i mirë. Pa është i mirë. Lakrori me 2 petë është i mirë. Nuk është, do me thënë, më shumë më mungon jeta në atë vend. Më shumë më mungon shoqëria.
më shumë më mungon kur del, o Beni, o Kristi, o Beni, o Kristi. Kam një histori, s'është histori, po është do me të një tregus në lidhje me këtë bisedi që po bëjmë. Unë nisa për të vajtur nga shtëpia ime në shtëpi e Dajos. Është vetëm 10 minuta distancë. E bere një ore 10. Unë nisa me nusën, do vinim një vizit në Dajua. Dhe pasi kishim takuar 4, 5, 20, 60 veta, më thot nusja më shpet do vejmë, tha, në Amerikë, tha, se sa do vejmë në Dajua. Kjo të regon se qarë ke bërë ti dhe unë për atë vend. Kemi equr nga vetja jonë për të treguar vlerat, për të krijuar një emër. Sot, Amerika, si ndjesh? Si u ndjeve kur erdhe? Ja, bravo, këte dhe shatë pesha. Do me thënë, në 2017-ën, Mos i bjerë shumë saj këta voline se nga lëviz këte. E po emocionet bëjnë të tyre, se si shkollaj të njësësh nga Korça të vishë në Amerikë. Nga Korça në Tiranë shumë vështirë, Beni. Jo nga Korça në Amerikë. Tjetër kulturë. Ore, mua më tregon ti. Ja, më parë se ty në Amerikë, folë për vete tani. Po dua të ta tregoj se di që ke kaluar dhe ti në këtë rrugë të ngushtë dhe të vështirë. Po lera që të tregoj unë, po tregova unë, ti e shumë mirë. Po të tregojmë të vërtetën, ta kuptojnë. Se thonë Amerikë, ju dukemi do me thënë si një makini që prejt dolarë, më kuptojnë do me thënë si bangomat. Po nuk është ashtu. Si ardhe në Amerikë ditë të para, më falë, si u ndjeve, si u vërtite, ku e mbështete kokën? Po e mbaj mend që kam zvitur në këtë qytet, në Naples, edhe filloj të binte një shi. Isha me valigje në Tokyo, po binte një shi, do me thënë, e mora vesh që në atë moment streje kisha vetëm Zotin. Ajo ishte qatia ime, me sinceritet ju atem. Nuk isha ku të flinja në këtë vend, se këtu ka disa regula që janë specifike nga veriu i Amerikës. Këtu duhet të dorëzosh pasaportën, nga vjen numrin e llogarisë, kanë shumë këta këtu. Procedura. Kështu janë procedurat e këtij vendi këtu. Që ty është këtu, ti jetosh në Naples është shumë vështirë. Edhe ka një procedurë të caktuar që mund të vej dhe një muaj edhe një muaj gjysmë. Është shumë e vështirë, po lavdi Zotit, falë këti vllajt tim këtu, më bie një telefonatë dhe më thot Kristi ku je, këtu në Lulishte, i thash, në filan vend. Erdhi, më mori, Zoti e bekoftë. Jo, unë bëra një telefon. Po, pra. Po. Në përmjet telefonatës tënde, erdhi shoku tonë Bala, edhe lavdi Zotit ma api der në shpisë, edhe Edi Bala, i kam thënë gjithmonë që atë që ke bërë për mua e kam shkojtur në Shkemp, jo në Rerë, se këtu Rera e karakterizon këtë qytet, edhe Rera i fshin ato, prandaja të mirat i shkojmë në Shkemp, edhe unë ke aroj kure Amiri Njojtës, e Zoti e bekoftë të familjen Bala, që ma api derën, jam streuar, dhe ta tregoj do me dhe pas 2 ditëve kam qenë me një këmish kështu Versace, dhe më thot hajde me mua, tha qarë do beshtu në shtëpi, tha. Ere parë një jetën time që nuk isha ngullur një goshdë, që mora trokonë, edhe po i bem njerit një iraken, i bem një vatër, me gurë, dhe më vinte ajo sprucoja, ta lash i gurit këteja, tha vla i që këtë këmishën, tha të t'jam një Sherry Williams, tha, që të duke shpunëtor tamam. Është histori shumë e bukur, po do da tregojmë njërë tjetër, se kemi dhe video që e pas shyrojnë. Do me thënë, ardhja këtu në Amerike nuk ka qenë e thjeshtë, po tani e kuptoj që pas ka qenë vullneti Perëndis të gjallë, që unë të vik në këtë vend, dhe dikush është me e bukra, që duke e parë jetën time në përmjet këtij udhëtimi, kam parë se sa bukur më mësoj Zoti, që të falnja ata që më kishim cënuar jetën time. I kam falur me shpirt ata, për atë pjesën që tha Beni për politikën, që nuk deshim ta zinim, ta prishnim bukurinë e kësaj interviste. Po unë këtu mësova, gjën e parë, fali se ata nuk din se ç'bëjnë. Dhe çdo gjë që kemi neve sot, është vullneti Perëndis, që u ndodhem në këtë qytet të bekuar, me këtë vlla të bekuar, me gëzimin, në lokali gëzimit jemi këtu, edhe lavdi Zotit për këtë miqësi e për të shoqëri të bukur. Nga arkitekt, këtu kthesh në zbret një 2 shkallë më poshtë, një 2 gradë, se do zbresësh. Që të thua që fillova arkitekt, nuk e thua dot, sepse asnjëri s'ka filluar asnjëri, shumë zorë që të fillosh, derisa kohë e përshtatjes. Puna e parë që bëre, përveç asaj me troko. Nga ju Beni dhe nga ju Kristi që na thriste të Shqipëria, o Beni, o Kristi, o Beni, o Kristi,
puna është këtu, për gjithë se cili dhe për ata që se kanë parë Amerikën, hajdeni dhe që nga dita e parë dhe në vazhdim do kemi 2 punëra, se me një nuk del dot. 2 punëra. E para në një kompani lyerje me boje, mbas dite në një restorant të shish tavolinat të lashe të shplash, do me thënë 2 punëra, se nuk e mban dot familjen këtu, dhe unë them një gjë që këtu në Amerikë duken burat e vërtet. Buri duhet të mbaj shpinë. Edhe këtu duket buri vërtet, ata bura që kanë sejder, edhe që i vene një pikë synim jetës. Po asnjëherë mos e harroni kurrë, çdo gjë ka në kontroll Zoti. Do me thënë, nga ju arkitekt, nga ju pozicion që kisha 25 vjet në një pozicion drejtues, në një pozicion të mirë, erdha këtu, edhe këtu janë 2 punë. 2 punë në ndërtim edhe në restorant. Dhe në orën 1:30 të natës, s'ka problem, fillojnë në këto, dalin sa gunga këte janë brapa nga kembët, shfaqen sa gjunga, sa... Po janë të ndershme, të sinqerte, janë gjunga pune. Po, se ngrihesh për shembull, kur ngrihesh natën edhe zë një këmbë edhe një, pastaj zë këmbën tjetër, që të fillojë jetësia e njeriu. Më kupton, domethënë kjo është se fshehim dot. Kjo është. Nuk e fshehim dot. Familja lavdi Zotit, shiko, ne kishim, kur unë nisëm në Amerikë, unë nisëm me një pikë synim, se ne, familja ime, do me thënë, nuk ishte për të emigruar, për ato mundësi. Bashkëshortja inxhiniere ndërtimi, unë urbanist arkitekt, edhe kishim me se merreshim në Shqipëri. Nuk është do me thënë që të emigronim, emigracioni mund të jetë për një shtresi që nuk ka asnjë mundësi, dhe të viktu të punësohet. Dhe unë nuk e kisha pikë synim Amerikën. Megjithatë, kur unë nisëm, si që ishte vullneti Zotit dhe dëshira e Zotit, ne i vumi vetes një objeksion. Pa tjetër, duhet të bëjmë atë gjë që bënim. Në qoftë se je, do me thënë, inxhinier, është mirë që këtu të vazhdosh, prapa të di që di të bësh. Gëzimi ka patur biznes hotel, është mi mirë këtu me restorantin më të mirë. Në Michigan edhe këtu në Naples. Ja ku e kini Arbenin, ja ku prapë po i rrit, ne do vem atje ku jemi nisur. Dhe kjo ambicie dhe ky pikë synim, mua më rabara që duhet të bënja 2 punë, që të arrinja e diti se çfarë do të thot data 1 këtu, kur të vinë ato që duhet bësh likujdimet, që i ranë shpise shpenzime. Billat, hajde se s'desh ata thesha. Ashtu, bravo. Do me thënë, njeri duhet të mbaj ekonominë e familjes të shëndoshës, se pa ekonomi çfarë do bësh. Tjetri do vazhdoj të ecë në fushën e tij për të vajtur atje ku jemi nisur me një pikë synim. Lavdi Zotit, sot kemi krijuar kompaninë e ndërtimit, General Contractor, për ata që e dinë, licencë roofing dhe plumbing për çatit edhe për hidrauliket, licencë ndërtimi. Tani, kjo licencë këtu në Naples merret nëpërmjet shkollimit, nëpërmjet provimeve, nëpërmjet ndërtimeve, eksperiencës që ke ti. Dhe nuk ka mundësi kurrë që për 4 vjet të marrësh licencë General Contractor në Florida. Tani, zotësia nuk i takon vetëm bashkëshortes time, po është dhe dora e Zotit që ai nuk na le dhe nuk na braktis. Dhe në çdo moment e lemi jetën në duart e tij edhe i bindemi vullnetit të tij. Më thuaj. Ti lem seriozitetet këthemi. Një moment sa keq u ndodhe, si do më thënë kur kujton tani prap të vim për të qeshur, mungesa e gjuhës, si komunikove njerë për herë të parë, do më thënë? Po e mbaj mend atë javën e parë, i kam patur nga Kuba, nga Karaibe, nga Meksika, tërk do me thënë, nga Honduras i këte. Po ditët ta them beni pa egzagerim, theshta i pronari, të lutem Kristi mos i mbaj me mua bet se i le pa punë. Të lutem ja bet. Ti e di natyrën tonë, vlla. Ne do me thënë, kemi sa të na lesh të na japësh një detyrë. Ata ishin mënyrë abitore, apo çfarë po thotë kjo? Me këmbë, me duar, me të tëra, me gjeste, me të tëra, dhe ta garantoj, do me thënë që më ka thirrur pronari, më ka thënë, hajde pak këtu në zyrë, te lutem, tha, mos i mbaj me mua betha, se i le pa punë, tha, te lutem, tha, 1000 herë, tha. Jemi specie veçantë, do me thënë. Po, teja saj pjesës për të qeshur, Amerika është e vështirë, se ka rregulla të reja loje, është gjua, është pikësynimi që ke ti një jetë për të arritur,
edhe duhet marrë me seriozitet dhe me këmbëngulje. Nat e ditë. Që të arish atje ku do të shkosh. Qoftë se ke një objektiv, pa tjetër duhet të bërë sakrificë. Një sakrificë e pa parë. Dhe kjo sakrificë dhe ky tension do shoqërohet pa tjetër me këto. Se ndryshe ku do të shkarkosh. Do ndodhin dhe këto fatkeqësira të vogla që janë të mira. Janë shumë të mira. Ore lese i le pa punë, thotë. Çfarë gjuhë flisën ata? Dëgja. Unë për të biseduar me ty duhet shumë gjatë. Sepse ke kaq shumë historira, ke kaq shumë jetë, ke bërë kaq shumë gjëra, ke kontaktuar kaq shumë njerëz, sa po të flas për Korçën i njëjtë gjithë, i bën gjithë një Tiranën, por koha nuk është aq e gjatë, sepse e ke parë që në podcast duhet të flasësh shkurtër, shpejt, të përmbledhura që të ndjekin. Një mesazh për ata që duan të vinë në Amerikë dhe për ata që janë në Shqipëri. Për ata që duan të vinë këtu nga Shqipëria. Po që u ka dalë lotaria, që kanë bashkime. Deri tani qofse më ke dëgjuar me vëmendje, më tha njeri, kur të nisesh, rregullo dhembët, Kristi. Kjo është gjëja më kryesore që duhet të bësh. Dhe ti e kupton domethënë. Po që rregullo dhembët, thamë, kupton se ke rrugë të gjatë për të bërë. E para punës janë shtrenjtë për të bërë dhe ke për të shtrënguar shumë. Bravo, dhe rregulloj mirë. Amerika nuk është shesh me lule. Amerika në ndryshim nga mënyra jetesës tonë, që muhabetet, bisedat, projektit mund të zhvillonim edhe në për lokale, edhe në ambjente festive, këtu është punë dhe gjumë. Punë dhe gjumë. Kafeja është dire nga xhami, jo me tullu shumë e të ndenju si qpori unë tani është pjesa që unë që të shlodhemi. Edhe unë edhe Benim, këpëton njësoj jemi. Të falenderoj, po do na bësh dhe fjallën e fundit dhe ta mbyll. Tani shiko, ne kemi, nuk e di sa minuta mund të ketë vajtur, 20 minuta, mua më duket sikur nuk kam thënë asgjë. Aq shumë gjëra kam për të thënë. Tani do të them gjën më kryesore, po e prisja të më pyesnje për të gjë se jo them që e ke konstatuar, shiko, gjëja më kryesore. Në qoftë se do shkelja në Amerikë dhe do më jepnin një top me letëra tresh dhe do më theshin, Kristi, mund të na thua se çfarë punëra do bësh këtu në Amerikë. Unë do t'i shkruaj një të tëra me radhë, Beni. Do laj pjata, do lyej, arkitekt, urbanist, do shes makina, do bëj taksi, Uber, të tëra. Vetëm këtë gjë që po bëj tani, nuk do ta kisha shkruajtur kurrë. Kurrë, mos thuaj kurrë. Unë tani kam një kishë online, nuk e di e ke para, po jo në postimet e mia. Unë jam sheper, jam bari, drejtoj një kishë. Dhe, unë ja jap këshill të gjithë njerëzve. Mos rreni për të bërë pasurira, për të shtruar Aleksandri Maqedonisë, i perandorisë greke Maqedonse, Aleksandri Madh, tha kur të vdesta, duart lemin i jashtë, arkivolit. Pse? Erdhëm duar bosh dhe do ikim duar bosh. Mos rreni për të mbledhur gjëra që do prishen e do shkatrohen. Por rreni për të lënë një emër. Për të lënë një emër, për të rezatuar dashuri, për të rezatuar mirësi, për të ju i një drita e botës, thot shkrimi shenjtë. Ju i një kripa e tokës. Një qytet i ngritur mbi mal nuk mund të fshihet kurrë. Çdo gjë do prishet, qielli dhe toka do shkatrohen, lule do thahen, por karakteri njeriut dhe ne jemi ngjizur nga fjala e Perëndisë. Dhe unë kur nuk e mendonja që do vinja në Amerikë dhe do krijonja një kishë, do shpallnja unë gjillin, do dyevnja njerëzve lajmin e mirë që të futen në rrugën e Zotit dhe të ndërtojnë me atë dhunti që ju ka dhenë Zoti, të jenë një thesar për Perëndinë e gjallë. Të rezatojnë në mirësi, të tëra do ikin. Kot! Shikoj, një shpreha që me pëlqen me e bukra nga të tërë, Beni, me e vështirë, me lehtë është të kaloj deveja në vrimën e gjilperës, se sa një pasur ta marr Zoti. Me lehtë është të kaloj deveja në vrimën e gjilperës, se sa
Një i pasur. Tani, të gjithë këta të pasurit që kanë pushtuar botën, e kanë mendjen vetëm në pasurit, të mbledhin pasuri. Dhe e kanë tërbesimin në pasuria e tyre. Shpirti ka mbaruar. Shpirti tyre ka mbaruar. Duhet të rendesh të mbledhës thesare për jetën e përjetshme, për parajsën e përjetësim. Duhet të rezatosh dashuri. Familja është njeshi, është Zoti, është familja, dhe familja është buri, është gruaja dhe janë fëmijët. Është raporti mi fuqishëm dhe një njeri e shishëndosh kur ka një familje të shëndosh dhe një familje të bekuar. Dhe unë falenderoj Zotin që më dha dhunë ti, që të shpallun gjillin dhe t'jap lajmin e mirë. Ju bej një thirrje, edhe një thirrje kam, se mund të flas pa fund Beni, edhe thash kjo bisedë mua më duket sikur nuk ka filluar. Është një emocion i papar. Ju bej një thirrje të gjithë njerëzve, dilni për para Perëndis të gjallë, jo para priftit, para hoxhës, para atit qellor. E pranoj o Zot që jam mëkatar. Pendohem për mëkatet e mia. E pranoj Jezu Krishti si Zot e shpëtimtar. Gjoni 3:16, Perëndia e deshta aq shumë botën, sa flijoi Jezu Krishtin e shpuri në kryq për të na dhënë ne jetën e përjetshme. Ta pranojmë Jezu Krishtin si Zot e shpëtimtar. Dilni para Perëndis të gjallë, e pranoj që jam mëkatar, pendohem, e pranoj Jezu Krishtin si Zot e shpëtimtar, të merrni shpëtimin. Të merrni shpëtimin edhe të futemi në rruga e ngushtë për një familje të fuqishme, për një shoqëri të fuqishme, dhe 2 parimet bazë Arben Dervishi mos i haro kur. E para, urdhri i parë, ta duash Perëndinë e gjallë me gjithë forcën e zemrës tënde. Dhe e dyta, ta dua Benin siç dua veten time. Beni më do mua siç do veten e tij, që më thiri që të shprehem dhe kemi shumë për të treguar për jetën këtu në Amerikë, po ndoshta do jetë e një pjesë të dytë, nuk dua dhe të zgjatem shumë, dua të ri brenda kornizave të këtij. Faleminderit. Zoti të bekoftë. Ja kështu jeshim me Kristin. Edhe të falenderoj. Kjo ishte një intervistë që më dhe mundësi në këtë ambient të bukur, sepse vetëm kështu mund t'ja bësh një intervistë Kristit, një arkitekti në një peizazh të tillë, pavarësisht se ka makina që lëvizin, po kjo është jeta. Mirupafshim. I bekoj të gjitha emigrantët kudo që janë në botë, se unë dhe Beni e dim shumë mirë se çfarë do të thotë fjala emigrant.